Vejusha dhe djalli. Njëherë një kohë jetonte një vejush me emrin Zelia, e cila kishte 13 fëmijë. Ata ishin të varfër. Asnjëri prej tyre nuk punonte dhe nuk kishin asgjë për të ngrënë. Kështu që gjithë ditën e kalonin duke fjetur, që të mos mendonin për ushqim. Me dhimbje në shpirt, vejusha i shikonte fëmijët e saj e mes lotësh pyeste veten: çfarë duhet të bëj? Një ditë, ajo veshi rrobat e saj të vetme të mira dhe shkoi të gjente shtëpinë e një fallxhoreje të pasur e të lypte ushqim. I porositi fëmijët të mos dilin jashtë, të mos hapnin derën dhe të mos lejonin askënd të hynte. Rrugës, vejushën e vuri re djalli e i tha: Zelia, bëhu gruaja ime. Unë do të të bëj të bukur dhe të pasur. Gruaja u trem dhe filloi të ikë. O Zot, bërtiti ajo. Djalli e ndoqi. Por Zelia erdhi vërdall 3 herë, mori forcë dhe vrapoi edhe më shpejt. Djalli buzëqeshi dhe pothuajse e kapi vejushën, por më pas pati një ide më të mirë. Hapi një rrugë të gjatë në përpyll, ndërtoi një shtëpi të madhe dhe u shndërrua në një djalë të ri, të zgjuar dhe të pasur. Nuk priti gjatë dhe Zelia erdhi te dera. Djalli doli dhe e pyeti: çfarë kërkon moj grua? Zelia i tha: njeri i mirë, kam dalë në përbot për të kërkuar bukë për fëmijët e mi të uritur. Rrugës takova djallin dhe u friksova shumë. Ajo filloi të qante. Pa shtëpinë tënde dhe vendosa të kërkoj ndihmë. Mund të hy? Tani je e mbrojtur, tha djalli. Unë do të lë të hysh dhe do të jap për të ngrënë e për të pirë. Rrofsh, faleminderit njeri i mirë. Më lejo të shpërblej për mirësinë tënde. Unë jam rrobaqepse e mirë, mos duhet të qep një këmish? Jo, nuk dua këmish. Unë dua që ju të jeni e imja. Gruaja vendosi të shpërblej mirësinë e tij dhe kështu ajo fjeti me të. Kur u zgjua, në mendje kishte fëmijët e saj të uritur. Djalli ishte ulur në karrige dhe po shikonte gruan. Bukuria e saj e madhe i bëri gjakun t'i vloj. Ajo ju lut djalli që ta lindte të shkonte në shtëpitë e fëmijët e saj të uritur, por ai i tha: do të qëndrosh këtu. Tani je e imja. Pa pritur, rreth shtëpisë u ngritën mure të trasha, në mënyrë që ajo të mos shpëtonte dot. Vejusha filloi të qaj, ndërsa ai filloi ta përkthelte. Pastaj djalli ra në gjumë të thellë. Gruaja mori ushqimin nga tavolina dhe vrapoi jashtë. Shumë shpejt, djalli ndjeu se gruaja nuk ishte më me të. U ngrit, e kërkoi në të gjitha dhomat dhe më pas filloi të vërtiste. Zelia sapo kishte arritur te muret e trasha dhe nuk dinte çfarë të bënte. Por ulërima e djallit i rrëzoi muret dhe ajo filloi të vraponte edhe më shpejt. Atëherë djalli tregoi fytyrën e tij të vërtetë dhe bërtiti. Ndalo, prit, mos shko. Vrapoi pas saj, por nuk mundi ta kapte. Pak para se gruaja të arrinte në shtëpinë e saj, djalli i zemruar u shndërrua në një harabel të zi. U afrua mbi flokët e saj dhe e mallkoi. Të mbetesh e gjallë, por fëmijët të mos të njohin apo të kuptojnë. Kur tha ato fjalë, gruaja u shndërrua në një pemë. E mbërthyer aty qëndronte duke qarë me ngashërim. Të nesërmen në mëngjes, fëmijët u ngritën dhe dolën në obor. Ç'të shihnin? Një pemë plot me fruta dhe një zog në degët e saj. Ata që luan zogun e poqën dhe e hëngrën. Çdo ditë hanin nga frutat e pemës dhe nuk ishin kur të uritur. Kur u rritën, u nisën në kërkim të nënës së tyre. E vetmja gjë që mund të bënte Zelia ishte të qante teksa i shikonte të largoheshin. Fëmijët shkuan nëpër qytete dhe fshatra në kërkim të nënës së tyre, por nuk e gjetën. Në një vend, një plak tregonte një histori për një grua dhe djallin, por fëmijët nuk e kuptonin. Edhe sot e kësaj dite, ata vazhdojnë të ende në përbot duke kërkuar nënën e tyre të varfër, ndërsa këndojnë këngët për prindërit që sakrifikojnë jetën për fëmijët e tyre.